Rreth një vit më parë, Republika Popullore e Kinës shpalli haptazi ambicien e saj për një epokë të re marrëdhënies ekonomike me Europën juglindore. Samiti dypalësh i Bukureshtit që u hap një ditë më parë në nivelin më të lartë me lider nga e gjithë Europa lindore ku ishin të pranishëm, edhe kryeministri kinez dëshmon se ka ardhur koha që realisht të hapet një epokë e re. Nga Estonia në veritë e Europës lindore deri tek Shqipëria në jug, kinezët janë gati të investojnë ose të japin kredi me procedura të thjeshtuara pasi Kina kërkon me urgjencë të vërë në lëvizje miliardat e dollarëve që duket se kanë zëmpluar në buxhetin e saj. Brenda kësaj logjike ekonomike të ekspansionit të ekonomisë kineze në vendet e Europës lindore ka qenë edhe takimi që kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot në Bukuresht me kryeministrin kinez Li Keqiang. Zhvillimi i projekteve rajonale në energji, infrastrukturë, transport kanë qenë në qendër të bisedimeve mes dy kryeministrave, të cilët kanë theksuar rëndësinë e marrëdhënieve dypalëshe. Kryeministri kinez shprehu gatishmërinë në nxitjen e zhvillimit në tregti dhe industri. Po në kuadër të samitit të Bukureshtit, kryeministri Rama ka zhvilluar edhe një takim me kryeministrin rumun Viktor Ponta, me të cilin kanë diskutuar forcimin e marrëdhënieve dypalëshe në fushën ekonomike dhe avancimin në procesin e integrimit. Rumania është për ne një shembull për ecurinë në procesin e integrimit evropian. Në qeverinë e zotit Ponta kemi gjetur dyert hapura për të marrë të gjithë eksperiencën dhe ekspertizën e nevojshme. Ka me siguri shumë për të bërë për të rritur shkallën e bashkëpunimit ekonomik. România susține cu tărie Romania përkrah dhe mbështet fuqishëm Shqipërinë në rrugën e saj europiane dhe për hapjen e negociatave dhe për marrjen e statusit kandidat. Në bazë të këtyre marrëdhënieve të reja të krijuara, mendojmë që të krijojmë disa marrëdhënie edhe në fushën të tilla, edhe në fushën e ekonomisë. Takimet e kryeministrit Rama me homologët e tij kinez dhe rumun u mbajtën në kuadër të rritjes së bashkëpunimit të përbashkët mes vendeve të Europës juglindore dhe Kinës.